Mos t'i dua mërgatën për interes o vëllezër, se falë Allahut e pastaj kontributit tyne na jemi ku jemi. Këta na i kanë dhënë komt dhe këta na i kanë dhënë krahun që na jemi sot në çdo gjendje që jemi. Prandaj të ndershëm vëllezër, mos t'i dojmë me interes, po t'i dojmë për i Zotit, për hir të Allahut, të dashur të rinj. Çështu ka qenë populli jon para luftës të fundit. Kur ka ardhur dikush pi mërgatës, nuk e ka lëshu pa e gostit. Nuk e ka lëshu pa një darkë ose pa një drek, ose pa një kafe ose pa një çaj. Sot vjen edhe shkon, edhe ndoshta nuk nin kojshia më i afër që e ka. Mos t'i dua mërgatën për interes o vëllezër, se falë Allahut, na këtu i kemi ranet më mirë se son kalunën, por nuk duhet me përbuz të mirën e tyre, se falë Allahut e pastaj kontributit tyne na jemi ku jemi. Falë Allahut, pastaj kontributit mërgatës na e kemi që gjendje që e kemi këtu. Këta na i kanë dhënë komt dhe këta na i kanë dhënë krahun që na jemi sot në çdo gjendje që jemi. Prandaj të ndershëm vëllezër, mos t'i dojmë me interes, po t'i dojmë për i Zotit, për hir të Allahut, se këta janë vendin e vet, por sa t'i duam na këta kanë me ardhur.